Merrni një kokër qepë çdo ditë dhe jepni lam të mirë diabetit dhe kolesterolit. Mbajtja nën kontroll e problemeve të sheqerit kërkon edhe konsumin e perimeve ose me përmbajtje të pakët të një shtesë, me përmbajtje të pakët të kalorive gjithashtu edhe të karbohidrateve. Qepa është një prej perimeve më të mira ushqyese që mund të shtoni fare lehtë në dietën tuaj, me kushtin që ajo të konsumohet si duhet e plot dhe pa shtesa të ndryshme. Roli i qepës kundër luhatjeve të sheqerit në trupin tuaj do të jetë i larmishëm. Qepa është një nga burimet më të mira të nevojshme për vlerat që ofron organizmit tuaj në tërësi. Bëhet fjala për përmbajtjen e saj të fibrës, vitaminave të kompleksit B dhe antioksidantëve, shumë të rëndësishëm për aktivitetet tuaja ditore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një filxhan çaji me qepë të grira do të ofrojë të paktën 46 kalori, 10 gram me karbohidrate, 2 gram me fibër dhe 1 gram protein, të cilat janë shumë të rëndësishme për shëndetin tuaj. Ky racion plotëson 14% të nevojës ditore për vitaminën C, 7% të dozës ditore të manganit dhe vitaminës B6, 5% të folatit. Studimet të cilave u referohemi sipas Healthline tregojnë se qepët janë një nga rekomandimet më të mira për të ushtuar në dietën e diabetikëve. Sulfuri që gjendet te qepa ka efekte të jashtëzakonshme edhe në uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Por sa duhet të jetë niveli i sheqerit në gjak bazuar edhe në shëndetin tuaj? Ekspertët thonë se nivelet e sheqerit në gjak konsiderohen normale kur ato janë më pak se 100 mg për decilitër, kur njeriu nuk ka ngrënë për të paktën 8 orë. Pas ushqyerjes këto nivele duhet të qëndrojnë tek më poshtë se 140 mg për decilitër. Gjatë ditës, nivelet e sheqerit ulen sidomos përpara vakteve, duke arritur 60, 70 dhe 90 mg për decilitër. Më shumë qepë rregullisht në dietën tuaj mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në stabilitetin që mund t'i ofroni luhatjeve të sheqerit në trupin tuaj. Ekspertët rekomandojnë përfshirjen e rregullt të qepës në regjimin tuaj ushqimor. Ato mund të përfshihen fare lehtë në sallata, në gatime ose edhe në mish, në kaurdisje të lehta dhe të përfshira në salca të ndryshme. Shoqata Amerikane e Diabetit rekomandon ngrënien e 3 deri në 5 racione me perime pa nisështen në ditë. Megjithatë, në rastin e qepëve nuk duhet të teprohet shumë sepse gjithsesi qepët do të rrisin nivelin e karbohidrateve në trup. Për shembull, 2 filxhan çaji me qepë të grirë ofrojnë 20 mg karbohidrate. Ekspertët tregojnë se ato janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj, dhe përfshirja e të paktën një qepë çdo ditë në dietën tuaj mund t'jap përfitime të larmishme në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Por kjo nuk do të thotë se duhet të hiqni dorë nga medikamentet për të përdorur vetëm qepën. Të gjithë e dimë se sa thelbësore janë perimet në dietën tonë të përgjithshme, dhe qepët fshehin një larmi të gjerë të vlerave në mbrojtje të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të përfitoni nga të mira që qepa do të ofrojnë në shëndetin tuaj, atëherë siguroni ta konsumoni atë vazhdimisht në dietën tuaj. Përbërësit që gjenden te qepa janë thelbësor dhe unik për vlerat që ofrojnë organizmit. Përbërësit që gjenden te ajo janë të mira për shëndetin duke në ofruar përfitime të shumta, duke filluar që nga rritja e sistemit imunitar tek forcimi i kockave tuaja. Por le të shohim në detaje disa nga përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i qepës në mënyrë të rregullt. Ajo do ta mbushë trupin me lëndë ushqyese të rëndësishme. Qepët përmbajnë lëndë ushqyese themelore për organizmin. Gjithashtu ato përmbajnë edhe kalori minimale. Edhe pse ato përmbajnë vetëm 44 kalori për një qepë mesatare, ato janë të mbushura gjithashtu me vitamina dhe minerale thelbësore që mbështesin organizmin tuaj në tërësi, duke i cilësuar ato shumë të rëndësishme në aktivitetet tuaja. Qepët janë veçanërisht të pasura me nivele shumë të mira të vitaminës C.
Qepa do të ndihmojë në forcimin e sistemit imunitar dhe në thithjen e ekurit, ndërsa vitamina B6 dhe folati janë thelbësore për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut në funksionin nervor dhe gjithashtu ato do të ofrojnë pak kalori. Qepët janë të mira për shëndetin tuaj të zemrës. Ngrënia e qepës mund të ndihmojë në uljen e riskut të sëmundjeve në zemër. Vetit e forta të tyre do t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Sigurohuni që qepët i keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja dhe ndikimet e tyre parësore në organizëm do t'jenë vërtet të larmishme. Ato do të ulin nivelet e kolesterolit dhe triglicerideve, duke mbrojtur më mirë shëndetin tuaj të zemrës. Plus, ato do të ndihmojnë gjithashtu edhe në uljen e niveleve të dëmshme të radikalive të lira, që do ta bëjnë në zemrën të punojë më mirë dhe më pak nën efektet e stresit. Qepa është një ndihmë shumë e mirë edhe për ata persona të cilët kanë luhatje të sheqerit në gjak, duke ardhur në ndihmë si një nga vlerat më të çmuara ushqyese që mund të ndërmarrin këta persona. Shtimi i qepës në dietën tuaj mund të jetë një stabilizuese shumë e mirë e çështjeve tuaja shëndetësore. Nëse keni diabet ose paradiabet, qepa mund të jetë një aleate shumë e rregullt në nivelin e sheqerit në gjak. Disa përbërës që gjendet te qepa, siç janë për shembull quercetin, ndihmojnë në pankreasin dhe zorrët të funksionojnë më mirë dhe të kryejnë edhe një kontroll më të mirë të luhatjeve të sheqerit në trupin tuaj, duke mbështetur kështu përthithjen më të mirë të glukozës dhe duke mbajtur larg komplikacionet. Qepa është një produkt fantastik shumë ushqyes në dietën tuaj, çka do të ndihmojë gjithashtu edhe në forcën më të mirë të shëndetit tuaj të kockave. Edhe pse zakonisht mendojmë për produktet e qumshtit për shëndetin e kockave, nuk ngelen pas as perimet. Një prej tyre është edhe përfshirja e qepës, që janë po aq efektive në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ato do të ndihmojnë dukshëm në reduktimin e stresit oksidativ dhe në forcimin gjithashtu të densitetit të kockave, duke parandaluar kështu problemet e osteoporozës dhe komplikacionet e nyjeve në tërësi. Përfshirja e qepës në dietën tuaj do të jetë një mburojë shumë e mirë në luftën kundër problemeve të bakterieve dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Qepët janë të mira për florën bakteriale të stomakut dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të saj. Nëse doni të keni një stomak të shëndetshëm dhe të mos vuani nga problemet e bakterieve të këqija në trupin tuaj, atëherë përfshirja e saj në dietën tuaj do të cilësohet si një nga alternativat më të çmuara në dobi të organizmit. Sigurohuni që qepët i konsumoni sa më të freskëta, kështu ndikimet e tyre në shëndetin tuaj do të jenë të larmishme dhe vërtet të plota. Ekspertët thonë se qepët do të ndihmojnë dukshëm gjithashtu edhe në shëndetin më të mirë të zorrëve dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Nëse jeni duke kërkuar për një recetë natyrale shumë të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit, atëherë qepët janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese kundër komplikacioneve, duke përmirësuar kështu sistemin tuaj tretës dhe duke lehtësuar komplikacionet e saj. Ato janë të mbushura kryesisht me nivele të larta të fibrave dhe prebiotikëve, të cilat janë thelbësore edhe për funksionet më të shëndetshme të zorrëve dhe rritjen të bakterieve më të mira të shëndetit tuaj tretës. Me përfitimet e tyre unike, qepa mund të kthehet gjithashtu në aleate të vërtet të mbrojtjes së organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Ekspertët këshillojnë që qepën ta konsumoni sa më natyrale në dietën tuaj. Ndikimi në mbrojtjen e shëndetit do të jetë i menjëhershëm dhe gjithashtu do të lehtësojë komplikacionet e përditshme. Sigurohuni që qepën në dietën tuaj ta përfshini si duhet dhe pa egzageruar, por nëse merrni medikamente të caktuara dhe doni të përdorni qepën si një zgjedhje natyrale, përpara përdorimit gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar më pas gabimet e mundshme. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të
zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj të përgjithshëm. Pasi ta dëgjoni këtë video, të ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.